Një 33 vjeçar i dënuar në Itali për një sër krimesh të rënda është vënë në pranga nga policia e Tiranës pas një operacioni të mirë organizuar ndërkombëtar. Erion Mera, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pritet të ekstradohet së shpejti drejt gjykatës së Napoli, ku është dënuar me 8 vite e 6 muaj burg për veprat penale, grabitje me armë, vrasje të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Arrestimi i tij erdhi si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë mes Interpol Tiranës dhe Interpolit të Romës në kuadër të operacionit Thuond. Policia shqiptare përmes seksionit për hetimin e krimeve të rënda ndaj personit dhe seksionit të pasrimit të parave dhe aseteve kriminale në koordinim me strukturat homologe italiane, arriti të lokalizojë dhe ndalojë 33 vjeçarin. Ky arrestim është pjesë e përpjekjeve të dubël dhe një nga fillimi. Ky arrestim është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për goditjen e elementeve kriminal që lëvizin ndërkufitarisht dhe për zbatimin e drejtësisë për krimet të kryer jashtë vendit. Erion Mera është shpallur fajtor nga gjykata e apelit të Napolit për akuza serioze që përfshin grabitje me armë, tentativë në vrasje dhe armbajtje pa leje. Tani ai do të përballet me vuajtjen e dënimit në Itali, ku pritet që autoritetet shqiptare ta ekstradojnë me procedura të rregullta ligjore. Policia e Tiranës dhe Interpoli po vyejnë punën për të finalizuar këtë proces duke garantuar zbatimin e ligjit dhe luftën pa kompromis ndaj krimit të organizuar në vend.